Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim. Dëgjoni pak zhurma sepse ma ta në Shamarili si dhe Ardi dhe një kushuri rajon Leandra. Doja t'ju thosha që mirë se erdhët në këtë kanal. Unë jam Alketa dhe hapa pikërisht sot këtë video që është data 1 shkurt dhe është ditëlindja e mamit tim, që kështu unë i uroj mamës time, zemrës time edhe 100 vite e pacim sa malet pran vetes edhe që e dua shumë. Hapa këtë vlog pikërisht për këtë motiv dhe tani dua t'ju marr me vete. Unë kam veshur këtë bluzë dhurat nga Migena që ta kem sa më afër vetes. Kam veshur këtë xhinxet atletet, më vesh edhe një diçka sipra dhe do shkoj të blej një diçka mamit tim, po mendoj t'i bëj një buqet me lule dhe t'i ordinoj tortën. Edhe t'ja çoj. Dhe në gjithë këtë procedurë do t'ju marr me vete. Edhe në qoftë se ndokush tjetër ka ditëlindjen sot në datën 1 shkurt, ja urojmë, edhe pse se njohim kudo që jeni në botë, ju që keni ditëlindjen sot, gëzuar ditëlindjen, edhe gëzofshi çdo ditë të jetës tuaj dhe qofshit nëna, baballare, motra, vlezër, më të lumtur në botë. Shkojmë të mbarojmë atë që çka kemi dëshirë të bëjmë dhe sot gjithashtu dua t'ju marr me vete sepse sot në orën 3 Amarilisin me shkollën ka karnevalet. Do festojmë karnevalet që kështu me klasë marrë në disa fragmente. Se do jetë një muaj e madhe, që kështu nisemi shkojmë. Unë kam bërë rutinën time sot, kam vendosur kremin 3D që i ka gjitha brenda, SPF, fondotint, kontur në oki, gjitha. Gjithashtu në brëmë kam vendosur vitaminën C puro. Edhe po, ikim tashti, marrë me vete. Nisemi goca. Atëherë, kësot mëngjes kam fol pak edhe me gocat e mia. Edhe falenderoj shumë që më kujtojnë. Dhe kanë dëshirë të kalojmë pak kohë në telefonat me mua. Faleminderit shumë goca, e vlerësoj dhe nisemi tani të shkojmë tek lulet dhe më pas tek torta. Dhe më pas t'ja çoj mamit. Sa po kam parkuar edhe po shkoj tek dyqani luleve dhe ndërkohë po lexoja pak chatin e mamave të shkollës për sa i përket festës karnavaleve sot. Edhe pas ka ndryshuar orarin dhe shoqyr që lexova. Në orën 1:30 duhemi tek pozicioni të postacioni që të ketë grupet e shkollës dhe në 2 fillon karnevale dhe unë e di në 3. Që kështu duhet i bëj gjërat shpejt se duhet kthehemi edhe në shtëpi dhe të ushqej edhe Arlin dhe të bëj drekën e bëra pastiqe. Ja kam lënë Amarildos që ta shikojnë është në furr, por sot është një ditë shumë plot, shumë. Gjithsesi unë erdha te dyqani i luleve, shoqyr që ka hapur. Ja edhe dyqani i luleve. Pas ka edhe tulipana. Nuk e di çfarë ti marr. Edhe këto. Sono lavorati, fiori sì. Signora che lavora da me, balsamata, cellona, va. Atëherë goca, buqetën me lule për mamin e mora këtu. Dhe për vete mora këto të kuqet. Pse mora këto të kuqet? Sepse në datën 9 është ditëlindja Amarildos, 9 shkurt. Në datën 14 është Valentini, që kështu me një blerje mbyllim shumë gjëra. Që kështu tani do iki të marrë edhe tortën e mamit dhe t'ja çoj. Sa bukur që të det? Nisemi, shumë bukur. Mamit i kam zgjedhur ngjyrën e verdhë sepse e përshkruan jashtëzakonisht shumë. Mami im është një person, është mami im, por mendoj njeriu më i sinqert dhe më i pastër në këtë botë dhe është një njeri që vetëm ndron dashuri. Un video. No, ma va bene come porzione, Sì. Jam këtu te torta. E zgjodha dhe tortën, një diçka të vogël. Edhe nisemi për shtëpi. Tortën e morëm dhe nisemi. Torta gjendet në San Mauro, dolcemente, ka edhe 2-3 vende të tjera që kështu kush është interesuar, dolcemente më e mira.
Okej guys, kam parkuar para shtëpisë mamit, tani do marr tortën, lulet edhe do i kitja çoj. Okej guys, mami nuk është në shtëpi, ka dalë në Iper me vllajin me babin dhe me kushurerën time. Dhe unë tani do t'i çoj në shtëpi, do marrë Marilisin, do ikin nga karnevalit dhe më vonë do vitja sjell sepse nuk qen ka aty. Njerëz jemi gati për karnevalet. Ami, tregoj çik. Çfarë kush je, kush i bie, çfarë ka emrin kjo? Alice del Paese delle Meraviglie. Guys, mami më njovi Alessia. Po që është Alessia, unë nuk e di. Alice del Paese delle Meraviglie. Noi abbiamo Alice con a scuola che si chiama Alice. Guys, si ju duket veshja Marilisit? Që më shpif. Po veshja ime? Ami nuk duket. Hajde tani, fikës do ikim. Guys, sa kemi parkuar edhe po ikim tani drejt qendrës ku do bëhet karnevale. Arrivano le dive check. Ciao. Guys, po ikim në shtëpi. Gjërat që kemi marrë janë këto. Më shumë koriandoli. Dhe shoqajme dhe. Do t'ja tregojmë në shtëpi? Po fillojnë është. Do ja tregojmë në shtëpi, por që janë më shumë patatina dhe squisha, gjëra kështu. Lotra. Është shumë ftohtë, shumë. Shpresoj që mos t'jemi mbërdhifur që t'na i vinë një temperaturë, por unë kam shumë ftohtë, ekstremisht shumë ftohtë. Para se t'ikim do t'ju tregoj pak qiellin, ka qenë vrentur gjatë gjithë kohës dhe tani është kështu. Guys, Mi chiamo Rosa Rich. Ullu është. Prit më. Ullu se nuk duket ame. Inutile. Spenjës. Hej goca, si që thash sa po ktheva nga karnevalet dhe kam akoma gjëra në përkohë koriandoli dhe kështu. Dhe me gjithë tortën, lulet po shkoj tek mami, t'ja jap tani. Duke qenë se është goxha vonë, është ora duke tek 5:30 po vete. Dhe t'ja çoj dhuratën që dëshja thash që sot në orën 12 përsisht aty, siç e pa. Shkojmë t'ja japim edhe kthehem në shtëpi se kam për bërë 1001 punë. Ma, o signora, kush e ka ditëlindjen me? Kush e ka ditëlindjen, kush? Ha, moj, edhe 100. Ke broku? Sa malet edhe 100. Faleminderit, Dason. Mirë dhe ti. Thorë, se që është kjo ditëlindje e kërë flini gjumë? Qo? Marina. Po pse me Mirëmëngjes, nga data 2 shkurt, jemi bërë disi gati për t'ikur në punë edhe në shkollë. Është ora 7:30, tani do nisemi nga shtëpia. Aj goca, mirëmëngjes.
Ami. Tani do pi kafen edhe të ikim. Ky është my look. Edhe po bëta Marilesi gati e do ikim. Shpresojmë që sot mos ketë ngrirë, sepse dje kishte ngrirë. Tani do bëj një kafe se nuk ju kam treguar që kemi bler ekspres të ri. Është t'ju tregoj pak. Tani do ndezim. Edhe do bëjmë kafe. Jam për para punës, guys, kemi parkuar, por mungojnë akoma dhe 10-12 minuta që të fillojmë punën. Tani do futemi brenda, do lëmë gjërat tek dollapi dhe pastaj fillon punën. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët nga e premtja ime. Si që ngjoni edhe na zëri, jemi pak të lodhur, pak të bllokuar. Na duket se bëna zënë një grip, jemi ngritur, kam pasur ardhje internat me temperaturë. Tani është ora diku tek 10:30, do pim kafen edhe të na nisi dita. Amaj do ka shkuar deri diku se ka sa punë për të mbyllur. Ka çuar Marilisi në shkollë edhe tani është momenti që unë të bëj kafeuçen. Dhe do t'i bëj një përshëndetje Melin që se do shikojmë këtë video. Meli kam veshur pijamen që më dhurove ti. Shumë faleminderit. Janë shumë të mira, shumë komode, shumë të rehatshme. Ja. Tani të bëjmë kafeuçen. Erdi ti do kafe më? No. Goca ka marrë të Lidl edhe çfarë pash këtu? Trëndafila. Të marrim trëndafila, si thani jo, sa bukur. Kjo është gjendja kur çoni gratë për të bërë shpenzime. Gjithsesi gocat e Lidl ja vlen që të bësh blerje. Normalisht, jo gjithmonë sa varet çfarë kërkon, por në përgjithësi produktet janë shumë herë më të mira dhe më të lira. Hej, unë sa kam marrë në shtëpi dhe thash t'ju tregoja pak çka kam marrë shpejt. Si fillim duhet t'ju tregoj që kam marrë 2 tapete, më duket se ishin 50 me sa centimetër dhe se të tjerë them. Se di se ku është shkruar, por gjithsesi do t'ju tregoj. Është një diçka kështu. Kam menduar ta vendos një te kuzhina dhe një në tualet o këtu të dhomën e xhumit sepse do bëj disa modifikime dhe kushtonte 10 euro një. Është ky materiali kështu që është fiks siç kam unë tapetin matan. Mora normalisht lule, vetëm për 2 euro, morëm këton. Që do t'i vendosim. Gjëja tjetër që kam marrë janë këto çarçafët. Kam marrë edhe single për dhomën e Amarilisit edhe matrimonial për dhomën time. I kam marrë njësoj edhe të bardhë edhe gri bejzh edhe të bardhë edhe gri bejzh për Amarilisin edhe për vete. Kështu, domethënë. Këto do të jenë matrimonial të 2, kurse këtu janë single të 2 për t'i ndruar edhe për t'i kombinuar klafat e jastikut. I kam marrë këto, që janë në këtë lloj designer, që mendoj se me të dyja ngjyrat shkojnë më së miri. Edhe për vete edhe për Amarilisin gjithashtu. Për vete kam marrë edhe mbulesë jorgani, sepse më pëlqen shumë kur jorganin e mbuloj dhe nuk bëhet pis. Heq këto e lan edhe në rregull. Veçeta vetëm për vete, më duket, shpresoj që të jetë matrimoniale, por po nuk qe. Do t'ja lëj Amarilisit poqetekje. Gjithashtu mora edhe klef për
veten time dhe për Amarildon. Nuk e di nëse ka 2 apo 1 brenda, por mendoj se ka 2. Që kështu po. Që kështu në këtë rast një është më shumë, që t'ja ndroj më shpesh për Amarilisin. Mund të merja, shkoni? Do t'i vendos dhe do t'ja u tregoj gjithsesi. Gjithashtu mora edhe këto koshat organizues që më pëlqejnë kaq shumë, ka një material kaq të mirë dhe shumë estetik që mendova t'i lë në sallon ku më shtjell gjitha lodrat e Arlit, i vendos këtu, mos të duket rëmuj dhe njëkohësisht të duken bukur. Vazhdojmë me qeskën tjetër. Qeska tjetër ka këto 3 bodit për Arlin, shpresoj që t'i bëjnë, pasi Arli një nga veshjet që vërtet harxhon dhe konsumon më së shumti, që unë ja vesh pafund, se mbrojnë edhe nga beli. Jam bodit dhe çmimet vërtet më pëlqejnë, se duke qenë se fëmijët rriten, ka nevojë që të ndrohen shpesh herë, dhe shpresoj që t'i bëjnë dhe materiali është shumë i mirë dhe nga gjatësia gjithçka, ku t'i veshin do t'ja tregoj, janë 3 ngjyra, blu, zezë dhe bardhë. Dhe më pëlqevën shumë. Gjithashtu mora edhe një gjyp për vete, nga çmimi, materiali dhe prerja, vërtet më pëlqevi shumë, sepse është fiks nga ta xhupat shumë të lehtë, që janë aq të kollajshëm për t'i veshur dhe për t'i marrë me vete, sa që nuk janë as të mëdhenj, as të dendur, as të nuk e di, edhe më pëlqen shumë. Është fiks një gjyp që unë do kisha gjithmonë pasur qef ta kisha në garderobën time, pasi duket, si ta them, si një bluzë përsipër, se nuk është as shumë i fryrë, as shumë vend nuk zë, je shumë ngrohtë, komode, i vockël, edhe më pëlqen shumë. Edhe sa është tani për dita që shkojmë në punë, se jo ta marrim, të vishemi dhe të rrim ngrohtë, sepse vërtet është kështu i hollë, por të mbash shumë ngrohtë. Më pëlqevi shumë edhe vizatimi që ka këtu mbrapa, vetëm një gjë që ka. Gjëja tjetër që mora është kjo bluzë për Amarilisin nga Fils. Nuk e di goca nëse është origjinali, sepse për aq sa e mora, por pakon si ka nëse është origjinale apo jo, nëse më është materiali ishte shumë i mirë dhe Amarilisi ta veshin të jetë për ndres. Gjithashtu mora edhe Champions të zezë. Këta e kam marrë për vete, se më pëlqevi shumë, ju e dini që ngjyra ime preferuar është e zeza, që kështu ta kem edhe unë për ndres, veshje, kombinime shumë bukur. Gjithashtu mora një, por në të vërtetë ishin 2 brenda, pa leggings, që më pëlqevi shumë materiali dhe ndrimi dhe mënyra se si është e qepur. Por nuk më ndejtën mirë mua, do t'ja lej Amarilisit ose një pal Amarilisit, një pal vet, por janë shumë të mira. I pash dhe më pëlqeve. Gjithashtu Amarilisit i ka marrë këto 2 leggings. Shpresoj që t'i pëlqejnë. Dhe një është kështu e zezë me këtë zhivën roz, dhe kjo është me lule roz dhe zhivën zezë. Janë shumë bukur. Më pëlqeve shumë. Gjëja tjetër që kam marrë, që ja kam marrë Amarildos, por jo, e kam marrë vetes, më duket këtë. Amarildos më duket se nuk ja kam, jo, e kam marrë. Gjëja tjetër që kam marrë për Amarildën është kjo felpa këtu me zinxhir dhe më pëlqevi shumë e shkruar mbrapa. Dhe është vërtet shumë e mirë. Po nuk e mbajtja Amarildo, e mbaj edhe vet. Gjithashtu kam marrë edhe këtë felpën masale. Më pëlqevi shumë sepse është shumë e thjeshtë materiali, nuk ka asnjë dizajtuar, thjesht një diçka shumë të vogël këtu. Desha të provoja pak këtë felpën që kam marrë Amarildos, që mund ta përdor edhe vet, se këto ngjyrat kështu largë më pëlqejnë shumë, por me siguri që do ta marrë Amarildos të shikojnë që sa e madhe shumë madhe. Por që unë ja kam marrë Amarildos këtë, që ta ketë për përdita, komode, rehatshme, shumë e bukur dhe më pëlqevi jashtëmase shumë. Gjithashtu edhe një qese tjetër, kam marrë 2 nga këto, tani do i futem punës të sistemoj qoftë edhe krevatet, çarçafet edhe kështu, edhe shtëpinë do ndryshoj dhe pastroj të sistemoj. Fëmijët janë ata që po shikojnë kuklla. Unë sa të kam marrë në shpenzimet, edhe tani t'i futemi punës. Hey guys, në një moment që po sistemoja shtëpinë edhe shikoj për jashtë ku gjithçka u bë si kuq, si verdh, dhe kjo është një perëndim fantastik. Tani duket nga shtëpia ime kështu, nga balkoni i dhomës, domethënë.
Dhe nga ana tjetër kemi Ylberin. Sa kohë e bukur. Ka rënë shi tër ditën dhe tani kemi Ylberin. Aty kemi makinën të rruga. Shumë bukur është, shumë nice. Edhe perëndimin e bukur. Hey guys, mirëmëngjes. Nga shtuna ime. Jam të shuar me Amarildon, kemi pirë kafe në mëngjesit. Amarildo ka shkuar në punë me vëllain dhe babin tim. Fëmijët janë në gjumë, unë tani do filloj të bëj 1-2 pastrime, sistemime, të fus 1-2 lavatriçe, edhe kështu nisi e shtuna janë. Edhe kafen e kam pirë, siç ju thash, shpresoj që të kaloni një weekend shumë të bukur edhe ju. Edhe nuk e di kur do postoj këtë vlog, ma shpresoj shumë ta postoj sot mësdite, se posoj se kam editu, vetëm këto pjesë që do të gjyroj sot. Edhe kështu. Mbaj shumë të mirë, lulkat e mia. Filloj me punime, me sistemime, do më në Amarilistit e kam sistemuar. Tani do vë enët lanë pastovilje, do shkoj ndes një lavatriçe. Këto gjëra mund të bëj që s'bëjnë shurmë për momentin, sa të zgjohen fëmijët. Pastaj kur zgjohen fëmijët do t'u jap mëngjes. Edhe kështu. Jemi në shtëpi o guys, po shikojmë Ladybug me shanuar. Arli atje, Amarili si këtu. Unë këtu. Dhe po qëtoni pak, baba Amarilda në kemi në punë, si që dini. Edhe Amarili si ka një ditëlindje mbas dite, shoqes klasës do ta çojmë. Edhe kështu.